zhvillohet farsa e 11 majit, aq më shumë bie interesi dhe aq më shumë bie dhe besimi shqiptarëve që ne kemi pat struktura që na kanë dhënë rezultat për sa i përket 11 majit. Mund të kemi që ne japim rezultat pas 20 vjetësh, po s'na duhen pas 20 vjetësh. Në kërkesa ka qenë që në atë kohë duhet të ndëshkuar krimi zgjedhor të 11 majit. Dhe ende sot që po flasim, po bëjmë të intervistë bashkë, nuk kemi parë një rast të vetë të zyrtarëve të lartë, të patronazhistëve, të kriminalëve, të cilët kanë menaxhuar procesin zgjedhor, që të vijnë përpara përgjegjësisë ligjore. Kryetari i Bashkisë Vaudejes për krimin zgjedhor, që s'është i opozitës, por statistikisht për spakun thotë që është një goditje. Por duhet pas kam plotësuar statistikën. Duhet të ndalem tek mungesa e reagimit majorancës. Pse majoranca ka heshtur këtë herë për raportin sipas jush? Majoranca narrativin e vetëm e ka patur që zgjedhjet kanë patur probleme, por kanë qenë problemet analoge me ato që kanë zgjedhjet 30 vite në Shqipëri deri tani. Dhe sigurisht mbas këtij raporti të jetë kritik, sigurisht mbas konfirmimit të gjitha gjetjeve të bëra publike në raportin paraprak, besoj që majoranca nuk ka patur argumente qartë thotë. Nuk mundet të artikuloj me të madhe atë që artikulon sa herë që opozita ngre probleme të drejta, që jo e keni për hallin tuaj, jo kryetari i partisë tuaj i ka bërë publike gjërat, por ai i ngre për interes të vet. Jo opozita do që të heqë vëmendjen nga problemet e brendshme historira të tilla, të cilat kemi për fat keq vite që i dëgjojmë, duke treguar në një lloj mënyre edhe në narrativën publike atë që tenton të relativizojë çdo lloj problematike që lidhen me zgjedhjet. Në këtë rast, gjetjet, siç e thash më përpara, dhe është risi e madhe në raport me edhe raportet e tjera të Odirit, gjetjet kanë qenë drejt për drejt të vëzhguesve të Odirit. Sigurisht ata nuk mund të akuzojnë që kanë hallin e opozitas dhe kanë preferuar mirë ta heshtin dhe të jeni të bindur që do të bëjnë ç'është e mundur që ndoshta edhe të stimulojnë vetë atë skandalin e radhës, të cilin mendojnë që mund ta menaxhojnë më mirë, por që të mbulojë zhurmën e raportit të Odirit. Është një zhurmë nga gjetjet të jashtëzakonshme, të jetë kritike, e cila në asnjë lloj mënyre nuk mund të mbulohet dhe opozita ka përqendruar fort për këtë. Ndryshe nga majoranca, Celibashi, kryekomisioneri i shtetëror zgjedhje, ka reaguar ditën e dieshme ku vendos theksin tek nevoja për reformë të re zgjedhore, siç edhe OSB-ja kishte disa rekomandime për të ndërhyrë në ligjin zgjedhor, por duhet bërë sa më shpejt dhe jo në fund të mandatit. Partia Demokratike është gati për një reformë zgjedhore? Atëherë, Partia Demokratike ka dhënë dakordsinë, ka kohë që jep dakordsinë që të ulemi dhe të bëjmë një reformë zgjedhore të vërtetë. Kushti vetëm që ka pasur Partia Demokratike në këtë proces ka qenë reformë zgjedhore e vërtetë, për reformë zgjedhore që vëgishtin te plagët e vërteta nga të cilët vuan procesi zgjedhor në Shqipëri. Të ulemi dhe të bëjmë sikur bëjmë reformë zgjedhore dhe të diskutojmë çështje thellësisht teknike që nuk prekin thelbin e asaj që nuk shkon në procesin zgjedhor në Shqipëri, nuk i shërben askujt, aq më pak opozitës. Kështu që ne kemi dhënë dakordsinë që të angazhohemi në një proces të përbashkët reforme zgjedhore, që është mirë që fillon tani menjëherë mbas farsës zgjedhore të 11 majit, sigurisht me garancitë procedurale të cilat kanë qenë traditë që nga viti 2001 e mbrapa, pra ato të barazisë pjesëmarrëse dhe të drejtave të njëjta të përfaqësuesve të majorancës me përfaqësuesit e opozitës, garancitë cilat vetë i kemi dhënë në momentin që Partia Demokratike ka patur përgjegjësinë e qeverisjes së vendit. Por ajo që kemi kërkuar dhe do të kërkojmë me forcë në tryez, nëse do të jepen këto garanci, ka për të qenë ajo e vënies gishtit mbi plagët e vërteta të procesit zgjedhor. Cilat janë plagët e vërteta? Çfarë propozimesh do të ngrini gati? Atëherë neve kemi një platformë që e kemi paraqitur dhe sigurisht do të detajohet në momentin që neve do të na jepet mundësia që të diskutojmë në tryez reformën, nëse do të ketë, por ajo që është vëmendja jonë kryesore është gjetja e mekanizmave se si gara zgjedhore të kthehet e barabartë, se si fusha e pa barabartë e lojës të kthehet e barabartë, se si një garë zgjedhore të ardhshme të garojnë alternativa politike dhe o shteti nga njëra anë dhe opozita nga ana tjetër, si për fat keq kemi parë proceset e fundit. Si gjej mekanizmat që krimi i organizuar të mos infiltroj më vetëm lekët e veta të pista në procesin zgjedhor, por edhe siç është sofistikuar tashmë të diktojë dhe deputetët, një pjesë të mirë të deputetëve të majorancës. Të gjejmë mekanizmat se si gjithçka që u mohua opozitës nëpërmjet ndryshimeve të njëanshme që u bën
jo vetëm ligjit zgjedhor në 2020, në shtator 2020, por nëpërmjet edhe ndryshimeve kushtetuese të njëanshme, pra të heqjes koalicioneve zgjedhore, këto të drejta, të cilat ju mohuan opozitës pa një konsensus, të gjithë pjesëtarëve në garë të rikthehen sërish në mënyrë që gjithë pjesëtarët në një garë zgjedhore të kenë të njëjtat garanci dhe të njëjtat shanse, siç i kanë patur në momentin që kjo majorancë e sotme ishte opozit dhe nëpërmjet një procesi, siç ishte ai 2013, i cili arriti pjesën më të madhe të rekomandimeve dhe të praktikave më të mira të OSBE-Odirit, u sigurua rotacioni dhe u sigurua një tranzicion paqësor i pushtetit. Dhe një pyetje të fundit, a mund të presim edhe ndryshim të sistemit zgjedhor, ndryshimin e listave të zonave zgjedhore? Sigurisht në këtë proces neve jemi ulur, siç e thash, pas një tabu. Nëse kjo është një çështje që shqetëson një pjesë të mirë të shqiptarëve, përfaqësimi i drejtë zgjedhor, diskutimet për sistemin janë diskutime më teknike, i shkon Shqipërisë ky sistem apo i shkon sistemi tjetër, po shqetësimi kardinal që kam dëgjuar të artikulohet në këto vite ka qenë ai një përfaqësim më të drejtë zgjedhor. Dhe nëse kjo është një çështje që prek jo vetëm një pjesë të aktorëve në lojë, parti politike që mund të kenë interesa të caktuara elektorale, por nëse ne do të vlerësojmë gjithë palët që do të ulen në tryezën e reformës, që kjo është një çështje që prek shqiptarët, sigurisht është një çështje që do të diskutohet me seriozitetin e duhur, dhe siç e thash përpara, neve nuk ulemi me tabu përpara, që nuk prekim këtë çështje, nuk prekim asnjë çështje, por vullneti dhe dëshira jone e përbashkët është që të ulemi në një tryezë e cila të mundet më në fund të japë zgjidhje problemeve të vërteta të shqiptarëve. Shumë faleminderit edhe një herë. Faleminderit juve.